Përshëndetje dashur shikues, mirë se vini në Agora News. Do të flasim mbi figurën e këngëtarit njohur Shpat Kasapi, i cili u nda pak ditë më parë nga jeta në mënyrë krejt papritur. Për të folur mbi figurën e tij ne kemi të ftuar kolegen nga Shkupi, Delvina Kërluku. Delvina, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se u gjej. Dhe më vjen keq që do flasim për një temë aq të bukur në sferën e tij për muzikë, por edhe aq të trishtë, sepse ai u nda nga jetë. Delvina, ju si gazetare e kulturës, si mendoni cili është boshllëku që ka lënë në botën e muzikës Shpat Kasapi? Fakt është e vështirë të gjesh fjalë për një artist kaq të ri, i cili shuhet kaq shpejt. Ikja e tij e parakohshme ka lënë një boshllëk të thellë, jo vetëm në muzikë, por edhe te ata të cilën e njihni si individ për zemërgjërsinë e tij, për njeriu dhe karakterin që kishte Shpati, por edhe për ata të cilët dëshironin ta ndiqnin në rrugën e tij, sepse ai për një periudhë të shkurtër kohore, edhe pse i ri në moshë, krijoi një biografi të tij shumë të bollshme. Ka një dhimbje të veçantë humbja e dikujt që sapo ka nisur të ndriçojë talenti aq më shumë, Shpati që depërtoi edhe jashtë kufive. Është një trishtim që na kujton sa e brishtë është jeta dhe sa shpejt mund të ndërpritet një rrugëtim i bukur. Kujtimi i tij mbetet i gjallë për plagën e humbjes së hershme e ndjen të gjithë, në fakt. Unë mund të vazhdoj sepse Shpatin e njoh, jam nga Dibra edhe kam takuar si në Hahengje, po ashtu edhe këtu në Shkup. Shpati ishte një nga ata artistët që nuk mjaftohej thjesht me këndimin. Ai e përjetonte muzikën me një stil që kombinonte ndjeshmërinë, fuqinë vokale dhe një interpretim të sinqert. Domethënë ai arriti të krijojë një lidhje të veçantë me publikun. Kënga e tij dalloheshte për meloditë e ngrohta dhe tekstet që preknin tema njerëzore si dashurinë, humbjen, shpresën, duke i bërë dëgjuesit të ndiheshin, të kuptuar dhe të afërt me të si këngëtar. Kontributi i Shpatit në muzikë ishte më i madh se sa mosha e tij, në fakt. Ai solli një freski si në skenë, eksperimentoi me tinguj dhe nuk hezitoi të tregonte atë anën e tij të brishtë artistike. Në një kohë të shkurtër arriti të fitojë respektin e kolegëve dhe admirimin e fansave të tij, duke u shndruar në një zë që e dallonte. Sukseset e tij qofshin nëpërmjet projekteve muzikore, performancave të drejt për drejta, ose në gjuhën e sotshme live, apo bashkëpunimet ishin dëshmi të talentit të tij dhe përkushtimi ndaj muzikës. Ndikimin që ai pati te publiku vazhdon dhe do të vazhdojnë këngët e tij të mbeten të dëgjuara, do frymëzojë edhe të rinjtë sa më shumë në këtë aspekt, sepse ai la një biografi thash shumë të pasur. Shpati nuk ishte thjesht një këngëtar, ai ishte një histori muzikore që ndonse jetë shkurtër, por spikati fort. Unë dua këtu të them që fatkeqësisht vendi ynë, Maqedonia, nuk e nderoi, por në përgjithësi edhe të gjithë artistët, duke përfshirë ata të muzikës, shkrimtarët, poetët. Po, do kalojmë edhe aty, po sot Çairi, më saktë në komunën e Çairit do mbahet ceremonia përkujtimore në nder të kontributit
të Shpat Kasapit. A mund na jepni disa detaje më tepër mbi këtë ceremoni që do të bëhet në orën 13 sot në komunën e Çajirit? Po, në fakt, siç e potencuat edhe ju, sot te komuna e Çajirit do të bëhet një ceremoni për t'i bërë homazhe, kryesisht njerëzit nga qyteti i Shkupit, sepse ditë më parë u mbajtën homazhe edhe në Pallatin e Kulturës në Tetovë, ku edhe u vendos funerali në skenë dhe më pas në banesën e fundit. Sot kanë mundësi qytetarët dhe artistët të cilët jetojnë në Shkup që të bëjnë homazhe te komuna e Çajirit. Është një hap shumë i ndritur nga krerët politik, kryesisht sepse e them shpesh që artistët do duhet të përkrahen sidomos nga faktori politik shqiptar këtu në Maqedoni, sepse siç e dini historinë, neve jemi shumë të diferencuar nga projektet madhore për dallim nga pala tjetër. Në këtë rast, si Shpati, por edhe artistët e tjerë të rinj, do me thënë me forcat e veta, me përkrahjet miqësore, kanë arritur që të deportojnë edhe jashtë kufive. Prandaj, unë bëj një apel që faktori politik shqiptar do duhet që t'i përkrahen këta të rinj të talentuar. Dhe kjo shenjë nga ana e kryetarit të komunës dhe komuniteti artistik që kanë bërë një hap të tillë për të hapur një derë për të bërë homazhe, sepse të gjithë jemi prekur që humbëm një artist të mirëfill, është një hap i mbarë që edhe neve si artist, ja për shembull unë kam shkruar 11 libra, jam në një botë të letrave dhe nesër pas nesër e mendoj që nderimet do duhet të na bëhen. Por posa saj, këtu në qytetin e Shkupit jepen disa çmime dhe pse jo edhe pas vdekjes së Shpatit të jepet një çmim për veprimtarinë e tij. Dhe kjo mendoj që do duhet të bëhet. A mendoni se mund të ndodhë një gjë e tillë? Mendoj në qoftë se komuniteti artistik do të çojë zërin mbi veprimtarinë e Shpatit, atëherë do duhet të ndodhë. Unë e them sepse para ca ditësh e fitova një çmim shumë të rëndësishëm nga qyteti i Shkupit, 13 nëntori, për veprimtarinë time në fushën sociale, sepse kam bërë reportazhe mbi jetën e skamorëve dhe kam bërë disa ndryshime në jetën sociale në shtetin tonë. Gjë që më jep edhe mua si motiv frymëzim për të vazhduar më tej të kontribuoj. Edhe në aspektin e njerëzve të cilët nuk janë nderuar, do duhet që t'i nderojnë, sepse ata kanë trashëgimtarët e tyre, që në këtë rast Shpati është i trashëguar me një djalë, vllain, motrën, familjen, gjë që është e utës që të nderohet, sepse neve na ka bërë krenar, duke pasur parasysh se ai ka thyer kufit për të dalë jashtë shtetit. Dhe thash edhe më herë që këtu nuk ka patur mundësi që të vlerësohet atë sa duhet si artist, por mendoj që përmes koncerteve, sepse Shpati ka kolegë edhe të moshës së tij, të cilët me ëndje këndojnë këngët e tij, pse jo për shenjë nderimi pas kësaj periudhe motore të bëhet edhe një koncert me këngët e tij. Dhe kështu do të vazhdoj ky rrugëtim për të nderuar artistët tanë. Delvina, ceremonia përkujtimore fillimisht ishte parashikuar që të mbahej në teatrin e Shkupit dhe më pas u zhvendos në komunën e Çajirit. Pse u anulua ceremonia që duhet mbahej në teatrin e Shkupit dhe nisur nga informacionet tuaja, çfarë ka ndodhur realisht në këtë rast? Saktësisht nuk e di, por që
aktivitetet në teatrin e Shkupit janë thuajse të shumta, kanë një agjentë të ngjeshur dhe ndoshta janë bazuar në atë që ka lokacion shumë të mirë komuna e Çajirit se sa teatri shqiptar. Mund të flas edhe diçka për Shpatin, edhe pas ai u shua kaq herët, thash që muzika e Shpatit do vazhdoj të jetoj me të njëjtën forcën si ditën kur ai e solli për herë të parë këngën e tij të parë. Këngët e tij domethënë do të dëgjohen me dashuri shpesh duke ngjallur edhe emocione të forta tek të rritët. Mendoj që duke bërë koncerte mbi këngët e Shpatit do të vazhdoj të mbetet gjallë si artist. Delvina, ditën e djeshme, pra ditën e hënë komuna Çajirit, por edhe tetova shpallën ditë zije me rastin e humbjes dhe ndarjes nga jeta të këngëtarit njohur Shpat Kasapi. A mendoni se kjo ishte një vendim i vonuar apo autoritetet shqiptare në Maqedoni kanë qenë, po themi, shumë të vakta sa i përket nderimit që do duhej bërë në kohë ndaj figurës së Shpat Kasapit? Shumë e vërtet, disa personazhe të zëshme reaguan në rrjetet sociale sepse nuk është ndërmarrë një hap i tillë. Mirë po, unë pata një negociat me një personazh shumë autoritativ këtu në Maqedoni, sepse ishin festat e nëntorit dhe siç dihet për ne nëntori është i shenjtë, aq më shumë dita e flamurit, dita e pavarësisë së Shqipërisë. Dhe mendoj që familja ka bërë një akt madhor që ceremoninë motore nuk e bëri pikërisht në ditët e festave të nëntorit. Dhe reagimet e shumë autoriteteve bën dhe ndikuan te komuna e Tetovës edhe e Shkupit që të arrihet që të ketë një ditë zije për artistin Shpat, sepse Pala Maqedonase ka bërë disa ditë zije për një këngëtar, Toshe Kroeski, dhe pse jo edhe ne të mos përfaqësohemi nga shqiptarët tanë, nga artistët tanë. Dhe në këtë rast mendoj që familja, pavarësisht dhimbjes së madhe që i ka kapluar, ata bën një akt shumë madhor që nuk e prishin festën e shqiptarëve. Këtu mund të përmend që para do viteve, në 26 nëntor, kur ishte ambasadori Reka këtu në Shqipëri, në Shqipëri në Shkup, pati një fatkeqësi në Shqipëri dhe pikërisht atë ditë mbaheshte ceremonia e ambasadës së Shqipërisë, gjë që vazhdoi ceremonia për shkak të festës madhore që kemi neve për ditën e pavarësisë dhe ditën e flamurit. Delvina, a nuk do të duhej që, siç e përmendët edhe ju, që shteti i Maqedonisë Veriut t'i kishte ofruar, por edhe shteti shqiptar dhe autoritetet shqiptare atje t'i kishte ofruar një nderim shumë herë më të madh figurës së Shpat Kasapit dhe po themi një përkujtimore të një niveli të atill që i shkonte për shtat figurës së këtij këngëtari i cili kishte thyer kufit e hapësirës shqiptare, pra kishte shkuar përtej hapësirës shqiptare me këngët e tij, sepse e pam që edhe përcjellja e tij u bë në një fugon me dyert të hapura, ndërkohë që kemi të bëjmë një figurë e cila ka lënë gjurmë të mëdha në muzikën shqiptare. Po, mendoj, jam e mendimit që duhet të nderohet, siç e dim që Shqipëria ka disa tituj të rëndësishëm. Jo më kot në bisedën tonë të lirë u tregova se unë kam qenë kryetare e shoqatës Josip Vajgeri dhe kam arritur që të kryej emisionin tim për ta shpallur der i kombit nga presidenca e Shqipërisë Josip Vajgeri. Mirë po, mendoj që Shpati ka thyer shumë bariera
dhe do duhet që të nderohet në një çmim si mjeshtër artistik apo një titull të ngjashëm. Thash që komuniteti i artistëve do duhet të bashkëpunojë me faktorin politik shqiptar, duhet të çojë zërin dhe duhet të arrihet deri në atë pikë sa që të nderohet një artist i tillë që la një trashëgimi të bollshme dhe që publiku e ka mirëpritur goxha mirë, ashtu edhe unë ndjej pas vdekjes së tij. Në këtë rast, ju si mendoni se do ta përkujtoj vetë Tetova, vetë komuna e Çajirit që do të mbajë një ceremoni në orën 13 ditës sotme, në vitet e ardhshme vetë figurën e Shpat Kasapit? Po, është pyetje me vend sepse neve tash e kemi kuptuar se sa intervista ka pasur Shpati dhe sa paraqitje në publik. Do duhet të bëhet një përmbledhje e gjithë historisë së tij dhe mendoj përmes konferencave dhe përmes paraqitjes së artistëve duke treguar mbi veprimtarinë e tij dhe ballafaqimin ose bashkëpunimin me të, dhe kështu që do mblidhen materiale të shumta që të arrihet që të bëhet edhe një fakt historik mbi jetën dhe veprën e Shpat Kasapit. Unë në fillim e potencova që e kam takuar nëpër hahengje, kemi lidhje familjare të largët, por Shpatin shpesh e kam gjetur edhe në qarshinë e vjetër, ku ka dhënë ndihmë ndaj skamorëve, i kam influar ata, gjë që është një akt shumë i bukur dhe një humanizëm që ka pasur ai, dhe këtë gjest e kam pasur disa herë, madje kur jemi takuar, kemi bashkëpunuar me që unë i përkas botës së letrave, shkruaj edhe poezi, shpesh kemi diskutuar që të marrësh një poezi që ta bësh këngë, por çdo herë për shkak të agjencës së ngjeshur si nga ana ime, ashtu edhe e Shpatit, është vonuar kjo. Dhe kjo më ka mbetur peng që nuk kemi realizuar një projekt të tillë. Por Shpati për herë ishte njeri që deshte të bashkëpunojë, ishte njeri i cili për herë rinte pranë njerëzve të tjerë, për herë ndaleshte dhe bisedonte me njerëzit. Dhe ky është një gest shumë i bukur dhe duhet të jetë shembull sidomos për brezat e rinj. Pavarësisht arritjeve të lartave dhe sukseseve, mbi të gjitha ai duhet artisti të jetë njeri dhe të flet me ardashësit e tij, me tifozët e tij dhe me bashkëpunëtorët e tij. Po, ju e keni njohur nga afër Shpat Kasapin dhe a mund na rrëfeni atë pjesën e panjohur për publikun, siç e përmendët ju, qasjen që ai kishte dhe ndihmën që ai ofronte kundrejt shtresës së varfër? Ishte i tërhequr që të mos e shohin njerëzit ashtu mendonin të tjerët, por ai ishte shumë i thjeshtë dhe shumë i pashëm njëkohësisht, të cilin nuk e shihni me makinë të udhëtoj, por ecën në këmbë në pjesën e çarshis. Daleshte dhe njerëzit i flisnin, dikush ja këndonte edhe këngët e tij. Dhe kjo në këtë rast edhe atë i lumturonte si artist, sepse përderisa i përkas edhe botës së artistëve, e ndjem shumë të veçantë që dikush e di veprën tonë. Dhe në këtë rast edhe Shpati kënaqeshte me atë që njerëzit e shihnin dhe e këndonin
këngën e tij. Shpati ishte bashkëpunëtor jo vetëm me botën artistike, por edhe me njerëzit e rëndontë që gjente gjatë rrugës. I veçantë, do të dinë fjalës. Po, Delvina, së fundmi Adelina Tahiri ka kritikuar Adelina Ismailin sepse nuk e ka përkujtuar ose nuk ka ndalur një moment për të pasur një minutë heshtje ose që ta kujtonte me një fjalim të shkurtër vetë figurën e Shpat Kasapit gjatë një koncerti që Adelina Ismaili ka mbajtur së fundmi. Ju si mendoni, a duhet ketë një solidarizim më të madh kundrejt kolegëve në raste të tilla, duke qenë se Sinan Hoxha bëri një akt mjaft human duke përkujtuar figurën e Shpat Kasapit në një nga koncertet që ishte duke zhvilluar? Jo vetëm Sinan Hoxha, por nga qyteti im edhe i Shpatit, sepse babai i Shpatit ka qenë nga Dibra, me rastin e 28 nëntorit, Lea Qutra, këngëtarja, organizonte një premierë të këngës të saj, po ashtu edhe një festë me rastin e festave të nëntorit, dhe mori hapin që bashkë me bashkëpunëtorët e saj që të anulojnë për shkak të Shpatit, të ndrimit të jetës së Shpatit. Dhe kjo është një akt shumë i madh, sepse artistët mbi të gjitha e presin momentin që të shfaqen para publikut, por si Klea, si Sinan Hoxha kanë treguar një karakter shumë të fortë dhe një veprim shumë të mirëqenë. Ndërsa sa i përket kritikës Adelinës, ndaj Adelinës, mendoj që është një kritik me vend, sepse mbi të gjitha edhe ajo i përket botës së artit, ne në qoftë se do nderojmë dhe do ngushëllojmë familjarët, është vetëm një moment dhe kjo është një akt i ulët ndaj kolegës Shpat. Delvina, dhe i pyetje fundit, ju personalisht si do ta kujtoni vetë figurën e Shpatit në vimësi, por edhe komuniteti artistik në Maqedoninë e Veriut, por edhe përtej hapësirës shqiptare? Shpati do të mbetet një shembull për ne si individ dhe si artist, por përderisa ai nuk është vlerësuar aq sa duhet, neve do të mundohemi që të nxjerrim në pah të gjitha veprat e tij dhe të mundohemi që të bëjmë diçka shumë më të madhe për nderimin e tij. Shpati do mbetet shembull për fëmijën e tij, për neve shqiptarët e këtushëm, i cili ndoshta vetëm e për krahjen e familjes depërtoi jashtë kufive dhe jo nga autoritetet ose nga Ministria e Kulturës ose faktori politik shqiptar. Ky është një shembull se si mund të luftojë njeriu për të kapur ëndrrën e tij dhe botën e tij të artistit, në këtë rast në fushën e muzikës. Për Shpatin do të mundohemi që të bëjmë diçka, të shkruajmë diçka mbi veprën e tij, por ai mbi të gjitha është i pavdekshëm me veprën që ka lënë. Më lejoni që të shpreh ngushëllime ndaj familjes, ndaj nënës së Shpatit, cilën kam patur rast që ta takoj shpesh, sepse ka qenë pedagoge profesoresh në Universitetin e Pedagogjisë, po ashtu edhe si deputete në Republikën e Maqedonisë, dhe më vjen shumë keq, por siç është shprehja jonë shqiptare, Shpati nuk ka qenë vetëm fëmija i nënës së tij, por ai mbetet edhe shoku jon, mbetet edhe artisti jon.
Delvina, unë të falenderoj që ishin në Agora News në nder të këngëtarit njohur Shpat Kasapi. Ju falenderi shumë. Uroj që takimet tjera të jenë me një temë më të gëzueshme, sepse vërtet jemi prekur shumë për humbjen e Shpatit. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.